Etika e këshillës. Nëse ke ndërmend të më janë më këshillo. Këshilla në grup në mundofsh evito. Këshilla në mes njerëzve është një lloj me qortimin që mirës më vjen ta dëgjoj. Nëse ndryshe bën dhe fjalën s'ma dëgjon, mos u thyej, nëse se pranoj atë që më ofron. Rose Milingona, e cila është shembull i vendosmërisë. Ajo rrëzohet 100 herë nga një pemë, megjithatë nuk dorëzohet derisa të ngjitet, pa u mërzitur dhe pa u dëshpëruar as pak. Bëhu si bleta, e cila merr ushqim të pastër dhe bën punë të pastër. Nëse kërkon të arrish gjithçka që dëshiron, mos dëshiro vetëse gjërat që mund t'i arrish. Mos i sfido kur një person I cili nuk ka gjë për të humbur. Mos I shaj shijet e gruas tënde, pasi është ajo që të zgjodhi ty për burr. Nëse ke kaluar jetën pa lënë pas gjurmë që nuk fshihen, fruta që nuk harrohen, pa lënë pas panca dhe ziliqar, dashamirës dhe dashakeqës, dije se je thjesht një njeri mes miliardat të tjerëve që kontribojnë në krizën për ushqim, papunësi dhe shkatarimin e infrastrukturës. Lidhja me Zotin. Rruga I drejtë është distanca më e shkurtër mes dy pikave. Mos pyet ku është Zoti, por pyet ku jam unë. Epoka e re e ratisja të vetmuarit nga I vetmi. I vetmi dëshiron të na ruaj nga vetmia, pra e jani në namaz. I mençur është ai që gjën e duhur e bën, jo për çka shprehur, apo çka thënë. Udhëheqës është ai që ka karakter, jo ai që turmën dhe njerëzit prapa I merr. I pasur është ai që kënaqet me çfarë t'i gjendet, jo ai që për prona dhe madhin përmendet. Lum ai që shkon për të fjetur, ndërkohë që ka lënë pas vepra për të cilat njerëzit e bekojnë dhe luten për të. Mirë ai që e zë gjumi pa u penduar, ndërkohë që kalon pas të këqija për të cilat njerëzit e mallkojnë. I fituar është ai të cilën I duan zemrat. I humbur është ai të cilën e mallkojnë gjuhën. Mos u vono, se tutje sulet jeta. Kalo si trim, guxo pa ardhur vdekja. Një punë bëhet e lartë dhe të fortë, të cilën koha kur s'mund ta mposhtë. Mbi dhenam të mirë lërë për jetë, s'prish punë që si shokët vdes edhe vetë. Unë jam I lumtur me ty o krijuesin, ndërkohë që të druhem. Vëlla, sa I lumtur do të jem atë ditë kur të jemi siguruar prej teje. O Allah, më bëj që të kuptoj ty sepse nuk mund të kuptoj ty përveç se nëpërmjet teje. O Allah, ti më krijove mua pa dinjitetin tim dhe më lej një amanet, rëndësinë të cilit nuk e kuptova. E nëse nuk më ndihmon ti, askush nuk mund të më ndihmoj. O biri I Ademit, të kam krijuar të më adhurosh mua. Mos mendo se jeta është lojë dhe mos luaj me jetën. Për të furnizuar me risk e kam obligim,
Prandaj më kërko mua dhe do të më gjesh. Nëse do të më gjesh, ke gjetur çdo gjë. Nëse më humb, ke humbur çdo gjë. Për gjithçkaje jam më i dashur. Kështu duhet të jem, sepse asnjë krijese nuk i kam dhënë ato begati që ti kam dhënë ty. Profeti paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të ka thënë: Më i miri prej jush është ai që sillet mirë me familjen e tij. Dhe unë jam më i miri prej jush nga që sillem shumë mirë me familjen time. Gruan e poshtëron vetëm ai që është njeri i ulët. Kush ka 3 cilësi, ai ka plotësuar fenë e tij tek Allahu xhaleshanuhu. Kur është i kënaqur, kënaqësia e tij nuk e çon në të këqija. Kur zemërohet, zemërimi i tij nuk e largon prej rrugës së vërtetë. Dhe kur ka mundësi që të arrijë diçka me forcë, nuk merr përveç asaj që i takon. E vrava lakmin dhe shpirtin çlirova. Të ligë ma bëri shpirtin ajo çka lakmova. Ngjalla vetë ngopjen që kishte vdekur. Të mbajtur i gjeta në derin e prekur. Kur në zemër lakmia nise zëvënd, pa turp likësia del mbi çdo send. Pema i njohjes vaditet nga uji i mundimeve. Pema i pakujdesis vaditet nga uji i paditurisë. Pema e pendimit vaditet nga uji i keqardhjes dhe pema e dashurisë vaditet nga uji i bindjes, vëzhgimit dhe të dhënit përpara krijuesit tënd. Atë njeri që e sundon egoizmi, do të bëhet rob i epsheve të tij, i burgosur në burgun e tekave dhe Allahu do t'ja mbylli dritën e zemrës. O biri i Ademit, ke aq sa të mjafton, përse kërkon aq sa të bën tiran? As me pak nuk kënaqesh, dhe as me shumë nuk ngopesh. Nëse gdhihesh pa dhimbje në trup, i sigurt në familjen tënde duke pasur ushqimin e një dite, i thuaj lam të mirë kësaj bote. Profeti paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të ka thënë: Kush i beson Allahut dhe ditës së fundit, mos ta shqetësoj fqinjin e vet. Kush i beson Allahut dhe ditës së fundit, le ta nderoj mikun e vet. Kush i beson Allahut dhe ditës së fundit, o të flas mirë, o të hesht. Nuk i shduket mirësia atij njeriu që falenderon, dhe nuk i shndron mirësia atij njeriu që mohon. Gjunau që vjen pas gjunaut është si dënimi i gjunaut të parë, ndërsa vepra e mirë që vjen pas të mirës është si shpërblim i të mirës së parë. Heshtja. Heshtje ngjeta për tregti, ndaj ju që pa pas. Në mos fitofsha gjë, s'kam se ç'të humbas. Kush është burr me heshtje mbën pazar, dhe shitësi i saj qëndron mbi çdo tregtar. Shpëtimtarët e kombit nuk mbijnë aq lehtë në Shqipëri e as tjetër kund, sepse Zoti i dërgon ato vetëm një herë brenda 100 vitesh, dhe i dërgon vetëm si kurorëzimi një pune të gjatë kombëtare, plot orvajtje e mundime,
si një lullëzim të shkëlqyeshëm mbi gjethet me gjëmba të një kopshti të kulturuar kombëtar. Nëse Zoti e do një njeri e thërret e ingjëllin Xhibril dhe i thot: O Xhibril, unë e dua filanin, prandaj i duaj edhe ti. Dhe e do edhe Xhibrili. Më pas Xhibrili thërret: O banorët e qiellit, Zoti e do filanin, prandaj i duajini edhe ju. Dhe banorët e qiellit e duan. Më pas dashuria ndaj tij vendoset edhe në mes e njerëzve në tokë.